kemi një deklaratë zyrtare nga vet Eva Murati lidhur me lajmin që po qarkullon dhe ka poshtuar mediat online, të cilin e lexuam pak më parë nga vet moderatorja. Eva Murati zyrtarisht për Live from Tirana thot: "Besoj se shumë njerëzve ju ka ardhur si bomb, pasi nuk është në natyrën time të shkruaj kështu apo të merrem me deklarata të tilla. Më vjen keq për të gjithë këtë sepse rash totalisht nuk urdh. Ishte një përgjigje e kthyer pas provokimeve të njëpasnjëshme në anglisht nga e njëjta adresë dhe për t'ia mbyllur gojën u krijua kjo situatë e pakëndshme." Gjithashtu Eva Murati thot: "E them me bindje kurth sepse gazetat e morën në mënyrë të njëpasnjëshme komentin, gjë që nuk kishte ndodhur më parë. Fatkeqësisht dhe pa dashur, u bëra pjesë e një telenovele që realisht nuk dua të jem pjesë. Jetë të lumtur për të gjithë." Mbyll deklaratën e saj zyrtare Eva Murati ekskluzivisht për Live from Tirana. Mund të na ndiqni në platformat tona sociale për më tepër, ku mund gjeni highlights të programit. Kjo ishte deklarata e moderatores sportive Eva Murati, pra siç e thash, ekskluzivisht për Live from Tirana, lidhur me lajmin më të komentuar 24 orë të fundit që ka pushtuar ballinat e mediave online dhe jo vetëm në vend. Rikthehemi pas pak me të tjera gjëra shumë interesante në Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka.